është dhe në 60 ditë mundet me mund me kërku koshte. Vendimi kërkon kusht e vazhdon masën, po supozoj ndoshta për shkak të zgjedhjeve lokale dhe mos me ndryri një farë procesi që ka gjatë dhe me datën 15. Si do që tjetë. Edhe nëse del nesër, edhe nëse del me 15, po e përsëris. Kështu, konstatimi ka me qenë kjo, votimin e pako i 2 nënkryetarëve. E dyta, konstatimi po ashtu, si shkelje ka me qenë shorti që nuk ka qenë i rregullt. Janë 2 shkelje kushtetuese që janë bën nga kryetari i Kuvendit Dimal Basha dhe këto do të konstatohen. Rrjedhimisht do të kthehet në pikën 0. Votimi do të ndodh nga LDK, PDK dhe AK. Unë kështu besoj dhe pres në pako sepse do të thirren në respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese. Kuvendi do të konstituohet, zoti Kurti do të marrë mandatin nga presidentja që të provojë ta bëjë qeverinë, do t'i konsumoj 15 ditë, do të shkoj kërkoj prap shtesë kohë nga presidentja që sepse është në diskutime për mundësinë e një koalicioni, ndoshta mundos që presidenti të bëjë një pyetje prapë në gjykata, ka mundësi që t'jap kohë shtesë sepse nuk mund të kaloj te i dyti derisa ka vullnet që i pari të bëj qeverisë. Nëse kjo nuk ndodh, do të jepet dyti. I dyti nuk do ta bëjë këtë rast. Sepse çfarë edhe këtu, zoti Memri Krasniqi që nuk ka mekanizëm që i krijon një qeveri dytë dhe ne do të shkojmë zgjedhje. Dhe diku nga mesi nëntorit ose fundi nëntorit do të vendoset data e zgjedhjeve që potencialisht mund të jetë dhjetori ose 6 morarit janë në janar. Nuk ka alternativë tjetër politike në këtë situatë. Arben, mu nuk po ma qetë. Nëse juve pjo qetë diçka tjetër, thumani. Në fakt po, duket sikur sidomos nëse nesër shtyhet edhe për një muaj, betonohet mundësia zgjedhjeve në janar. Nuk shtyhet një muaj, shtyhet 2 javë. Për shkak të zgjedhjeve mund të konstituohet kështu që të ketë edhe 15 ditë kohë shtesë për shkak të procesit. Por gjasa ka që dalë nesër, sepse nuk